Një shpërthim fuqishëm ka tronditur 2 ditë më parë Bukureshtin, ku një termocentral ka shpërthyer. Një transformator 10.000 kV që përmbante 30 ton naftë shpërtheu në termocentralin West Thet në Bukuresht, sipas mediave lokale. Pamje filmike tregojnë momentin e shpërthimit të madh. Pra këto janë pamjet e shpërthimit në këtë termocentral. Dhe për të folur për këtë zhvillim, që ka ngjallur pak panik në Rumani, por dhe për zhvillime tjera ka Makis Hoxhën nga Bukureshti, këshilltari i migracioni. Makis, përshëndes, faleminderit që u bashkove. Përshëndetje timi, përshëndetje publikut shqiptar. Makis, si është situata pas këtij shpërthimi? Çfarë mund të themi? Kanë kaluar disa ditë në shpërthimi, situata është në kontroll. Në natën e 20 pritit ka ndodhur shpërthimi për shkak të një defekti në panelin elektrik të një termocentrali. Ky është një central elektrik që përdoret për ngrohjen qendrore, që furnizon pallatet rezidenciale ose biznese të ndryshme me ujë të ngrohtë dhe me ngrohje gjatë ndimit. Një defekt elektrik nxori jashtë kontrollit siguresat dhe nuk mundën të aktivizonin sistemet e mbrojtjes. Dhe ky central, transformatorët që i ka, sigurisht që i ka shumë të mëdhenj, po flasim për shkallë industriale, ata kishin rreth 30 ton vaj dhe jo naftë. Dhe vaj përdoreshe për ftojen e transformatorëve. Nuk ka pasur rrezik, nuk ka pasur staf aty, domethënë, nuk ka pasur asnjë humbje jete, asnjë aksident. Ambulancat kanë mbritur në kohë me gjitha mjetet, domethënë rreth 15 ambulanca dhe me shkum, me azot për të mundur frenimin dhe më shumë limitimin e zjarrit, por kuptuar shpejt që po digjeshe vaj dhe thjesht duhet të ishe lënë flaka, duhet të lijeshe flaka që digjeshe, sepse është pa mundur të shuar zjarrin kur 30 ton vaj digjen. Por u bë një punë e Makis, kështu persona të lënduar, të viktima gjë për fat e mirë nuk ka pasur, apo jo? Asnjë viktim, për disa momente ka pasur disa probleme në sistemin elektrik, disa semafor nuk kanë funksionuar mirë, por kjo është minimumi. Duke parë këto pamje, Makis, thuash i kemi edhe pamjet në këtë moment e ndjekim, pra duke parë këto pamje, thuash i vetmi problemi që semaforët është luks, apo jo? Besoj, është goxha mirë situata, sepse nuk është një gjë e vogël e shpërthim, apo jo? Ti e ndjeve shpërthimin, apo jo? Jo, sepse jam larg asaj zone, ajo është në periferi të qytetit. Të gjitha këto centrale elektrike janë ndërtuar gjatë kohës së komunizmit dhe janë bërë në pika strategjike kur nuk ka edhe banesa afër, sigurisht që me sy të lirë nga qyteti ato shikohen. Patjetër. Ka qenë vërtet në fat edhe autoritetet rumane, të përmendur fakti që edhe ne kur kemi pasur tërmetin në Durrës, ka qenë ekipi i dytë mos gaboj që kanë pritur dhe kanë pasur ekipet më të mira, më shumë përgatitura. Do thoya ekipi i parë, sepse të parë që mbriti ishte Kosova, që është pjesa jona, kështu që nga shtetet e huaja të parë që mbriti ishin rumunët, kështu që je në rregull me këtë pikë. Po, dhe janë shumë të aftë, sepse kanë dhe pajisjet e duhura për të ndërhyrë dhe fatmirësisht nuk ka pasur asnjë komplikacion tjetër. Një komplikacion që vlen për të përmendur është që rreth 2500 pallate kanë ngelur pa ujë të ngrohtë dhe pa ngrohje, por jemi në fakt sepse nuk është pikërisht, do të thoja, nuk është aq ftohtë, po. Ngrohjen kemi si t'ja bëjmë, por ujin e ngrohtë është pak problem, sepse shumë pallate këtu, shumë apartamente nuk kanë ndushe siç kemi ne në Shqipëri, uji i ngrohtë vjen nga qyteti. E kuptoj. Makis, faleminderit për informacionet për këtë ngjarje. Ndërkohë duhet ndalim pak tek zhvillimet politike në Rumani, se kur po flisim për këtë ngjarje, mëse me batutë gjithë nuk ka si panik për këtë ngjarje, paniku më i madh është tek situata politike, ku rrezikon qeveria. Çfarë po ndodh?
Politika në Rumani në të vërtetë që nuk flet kurrë. Vjen gjithmonë me surpriza, pas koalicionit pro-europian që u mundsua vitin e kaluar në kompozicioni parlamentar i partive politike sipas rezultateve të tyre në zgjedhjet e fundit. Nuk ja doli që të jetë një koalicion jetë gjatë, sepse Partia Social-Demokrate që është dhe fituesa e zgjedhjeve, domethënë përmban rreth 26% të deputetëve në parlament rezultatet zgjedhor sigurisht, bëri një koalicion dhe me parti liberale dhe me parti që janë të reja, që kanë dhe më pak deputet, por nuk ja arritën që koalicioni të jetë qeverisës dhe të kaloj reforma të rëndësishme, sepse duhet kuptuar fakti që çdo parti politike përpiqet që të mbrojë sa më shumë elektoratin e saj dhe politikat e saj. Kjo parti shumë herë ka PSD, Socialdemokratët pra kanë përmendur faktin që nuk merren parasysh politikat e tyre në koalicion, që nuk po kalojnë reformat e tyre që ata do të donin etj. Dhe u kthye edhe pak si meme që kur do të dalin Socialdemokratët nga koni, por javën e kaluar ata mblodhën partin, morën një vendim në parti rreth 5.000 anëtar të partisë që do dilnin nga koalicioni. Sot pritet që ata të japin dorëheqjen. Dije presidenti i Rumanisë në bazë të dispozitave kushtetuese ka kthyer të gjitha partitë pro-europian pjesë e këtij koalicioni në një takim jo informal jo formal, më falni, në presidencë për të tentuar për të qetësuar gjakrat, por nuk ja ka arritur këtë. Sot, kur ka qenë programuar mbledhja e qeverisë, të 6 ministrat e socialdemokratëve nuk janë prezantuar në mbledhjen e qeverisë dhe kanë deklaruar që në orën 2 momentalisht që jemi ne duke folur, ata rrezik do jenë duke prezantuar dorëheqjet e tyre në qeveri. Dhe pas kësaj do jetë dhe një situatë pak si e re në Rumani, sepse faktikisht ata nuk do vendosin një mocion mosbesimi në parlament, thjesht do japin dorëheqjen. Kryeministri ka deklaruar që dorëheqjet do pranohen dhe ne do vëmë zëvendës, pra do jetë një qeveri në detyrë, një qeveri në minorancë. Por kjo do të atakohet në gjykatën kushtetuese nëse qeveria do të ketë obligimi kushtetues të shkojë në parlament për të marrë votbesimin në parlament. E kuptoj. Pra kjo është situata e komplikuar në Rumani. Për momentin po, kanë qenë disa politika të socialdemokratëve që nuk janë marrë parasysh nga qeveria. Një prej tyre që ka ndodhur në 2 javëshin e fundit ka qenë për të bërë një reformë në kompanitë shtetërore, por flasim për kompanitë shtetërore që kanë edhe fitim të jashtëzakonshëm, edhe duke parë situatën gjeopolitike ndërkombëtare kur mineralet ka një vlerë të jashtëzakonshme. Tani është pak me pikpyetje pse duhen shitur kompani që janë fitimprurse dhe që prodhojnë metale të rralla, si për shembull grafiti, grafeni, që janë shumë fitimprurse dhe në muajt në vazhdim janë lidhur edhe kontrata që do hyjnë në fuqi dhe këto kompani që janë të listuara në bursë sigurisht do t'u rritet vlera e tyre. Një tjetër reformë që ka bërë qeveria, por pa mbështetjen e socialdemokratëve, dhe kjo ka qenë dhe këto kanë qenë disa momente që ata kanë pasur përplasje shumë të mëdha brenda koalicionit qeverisës, ka qenë që për shembull të sëmurët me kancer, dita e parë si ta them në shqip, më fal, pushimit që të jap doktori, domethënë, dhe të papaguar. Po. Raporti, po, si bie, me raport. Raport mjekësor, apo jo? Po, me raport mjekësor. Kur jemi raport mjekësor, dita e parë e pushimit nuk paguhet, dhe kjo edhe për të sëmurët me kancer, gjë që komplikon dhe më shumë situatën e tyre financiare. Një tjetër ka qenë që edhe sigurimet shoqërore për nënat që janë në leje lindje të tjera, pra masa sociale që qeveria i ka marrë dhe kanë dëmtuar shtresën me mesme, të cilët socialdemokratët kanë bazën e tyre elektorale.
Dhe në qoftë se ata nuk mbrojnë bazën e tyre elektorare, nuk kanë pse të jenë politik. Okay. Por duhet përmend faktin që këto nuk janë zënka për dhokma kushteti apo për ndarje ministrie, por janë për ide dhe për politika sociale. E kuptoj. Magis, shumë faleminderit, ne do jemi sërish bashkë kur të kemi zhvillime të tjera, ndoshta nesër apo të hënën, sepse duke interesante situata politike në Rumani. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të përshëndes edhe punë të mbarë.